Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga zhurmat ose fishkëllima në vesh, ja çfarë do të thotë kjo dhe si ta trajtoni. Dylli që akumulohet në vesh shërben si një lubrifikant natyral, por edhe për të mbrojtur veshin nga mikroorganizma të cilat synojnë të futen brenda. Dylli përbëhet nga yndyra dhe qelizat të vdekura të cilat së bashku mbrojnë veshët nga infeksionet. Megjithatë, ekspertët rekomandojnë pastrimin e rregullt të veshëve, sepse akumulimi i tepërt i dyllit gjithashtu mund të bllokojë dëgjimin. Nga ana tjetër, ekspertët janë kategorikisht kundër përdorimit të kunjave, karficave apo sendeve të tjera të mprehta për heqjen e dyllit. Madje ata nuk rekomandojnë as kunjat me pambuk, pasi ato mund ta shtyjnë më shumë dyllin brenda. Në këtë video ju do të gjeni disa nga metodat më natyrale për të pastruar veshët nga dylli i tepërt. Ujë i oksigjenuar. Ky solucion natyral ndihmon në eliminimin e dyllit të tepërt pa rrezikuar kanalin e veshit. Ai pakson bakteret dhe njëkohësisht e mban veshin tuaj më të pastër. Përzini sasi të barabarta të ujit natyral dhe ujit të oksigjenuar dhe përdorni një pips për të hedhur në secilin vesh 2 nga 3 pika nga ky solucion. Glicerina. Glicerina është e shkëlqyer për të zgjidhur problemet në veshin. Ajo zbut dyllin dhe e pastron veshin. Ju mund të hidhni në secilin vesh disa pika glicerinë të lëngshme dhe ta mbani kokën me një anë për 3 minuta. Kjo procedurë duhet bërë një herë në javë. Uthulla e mollës. Përveç pastrimit të veshëve nga dylli, uthulla e mollës ndihmon edhe në largimin e pH-it të veshit. Përzini sasi të barabarta të uthullës dhe ujit të vakët dhe më pas, me një pipës, hidhni disa pika në secilin vesh dhe mbajini kokën me një anë për 3 minuta. Kjo kurrë duhet përsëritur një herë në muaj. Gjatë ditëve të ftohta të dimrit është më se normale që ju të ndjeni një zhurmë të çuditshme në vesh si pasojë e kontaktit me të ftohtin, por në qoftë se ndjeni një zhurmë dhe tringëllim të çuditshme gjatë gjithë kohës, është momenti të shqetësoheni dhe të kontaktoni me mjekun tuaj. Gjithashtu, mund të jetë fishkëllim, tingëllim, gjëmim, kumbim apo edhe thjesht pulsim, të cilin e ndjen vetëm pacienti. Kjo gjendje shëndetësore, e njohur me emrin tinnitus, prek pothuajse 17% të popullsisë në botë dhe mundet të krijohet në veshin e jashtëm, të mesëm apo të brendshëm. Shkaqet e zhurmave në vesh janë të ndryshme dhe përfshijnë dëmtimin e qelizave të dëgjimit, sëmundjet në zonën e dhëmbëve dhe nofullave, sëmundjet e zemrës dhe qarkullimit të gjakut, çrregullimet metabolike, sëmundjet e veshkave dhe gjithashtu çrregullimet hormonale e të tjerë. Tinnitusi mund të jetë edhe pasojë e përdorimit të disa llojeve të medikamenteve. Në qoftë se edhe ju keni një problem të tillë, ne ju ftojmë që të dëgjoni këto trajtime. Uthull molle. Uthulla e mollës ka në përmbajtjen e saj përbërës me veti antimykotike dhe antiinflamatore, të cilët neutralizojnë agjentët e jashtëm që shkaktojnë zhurmat në vesh dhe ekuilibrojnë gjithashtu ndjeshëm dëgjimin. Në një gotë me ujë të ngrohtë, shtoni 2 lugë gjelle uthull molle. Përzjeni bashkë dhe me ndihmën e një shiringe, hidheni vazhdimisht gjatë ditës 2 deri në 3 pika, ose në momentin kur ju duket se keni fishkëllima ose oshëtima të veshit. Hudhër.
Hudhra përmban alicin e cila përbëhet nga disa përbërës aromatik me veti antiseptike dhe antiinflamatore të cilët absorbohen menjëherë nga qelizat e brendshme të lëkurës dhe timpani i veshit. Gjithashtu merrni 2 deri në 3 thelpi hudhër dhe skuqeni me 2 deri në 3 lugë gjelle vaj susami. Me ndihmën e një pikatore jashtoni 2 deri në 3 pika vaj në vesh dhe mbulojeni me një nap të ngrohur paraprakisht për 30 deri në 35 minuta, por mos e bëni këtë veprim pa vënë re se hudhra ka marrë ngjyrë. Hiqeni dhe lëreni vajin më pas që të ftohet dhe filloni me procedurën. Do të ndjeni një lehtësim të menjëhershëm. Ginger. Vetit antibakteriale të xhinxherit gjithashtu ndihmojnë në trajtimin e tringëllimave të veshit dhe gjithashtu luftojnë agjentët patogjen që të shkaktojnë infeksionin e tij. Komponimet antiinflamatore gjithashtu zvogëlojnë edhe inflamacionin dhe gjithashtu ulin në ndjeshëm nivelin e dhimbjes. Merrni një gotë ujë dhe vendoseni që të zihet për plot 5 minuta. Pasi të shikoni bulzat e para të vlimit, shtoni një lugë gjelle me xhinxher pluhur. Pasi ta filtroni, shtoni disa pika në vesh dhe mbajini për disa minuta. Ky trajtim kontrollon presionin e veshit dhe gjithashtu ulën ndjeshëm fishkëllimat. Tringëllimat, fishkëllimat ose kumbimi në vesh shkaktohen nga një sëmundje e njohur si tinnitus. Kjo sëmundje prek rreth 10% të popullsisë në botë. Zhurma krijohet në vesh dhe në kokë, por dëgjohet vetëm nga personi i prekur. Ekspozimi ndaj zhurmës është i vazhdueshëm dhe shkakton ankth, nervozizëm, probleme serioze me gjumin, madje edhe depresion të thellë. Shumë pacientë kanë të vështirë të përqendrohen nga zhurma thumbuese konstante. Shkaktarët e tinnitusit. Mjekët janë ende të paqartë mbi shkaktarët e saktë të tinnitusit. Megjithatë, ata kanë identifikuar ekspozimin e tepërt ndaj zhurmave si një prej shkaktarëve më të zakonshëm të sëmundjes. Sipas tyre, ekspozimi ndaj zhurmave të vazhdueshme gjatë punës, dëgjimi i muzikës me volum të lartë dhe të tjera si këto, janë të rrezikshme për dëgjimin dhe shëndetin e veshëve. Sipas ekspertëve, ja cilët janë shkaktarët më pak të njohur të këtij problemi. Dylli i veshëve. Akumulimi i dyllit në vesh është një shkaktar i mundshëm i zhurmës në vesh. Për të zgjidhur këtë problem, ju duhet që të shkoni me patjetër tek mjeku specialist, i cili mund ta pastrojë atë siç duhet. Përdorimi i medikamenteve. Dozat e larta të aspirinës, disa antibiotikë dhe njëkohësisht ilaçet kundër depresionit munden që të shkaktojnë këtë zhurmë në vesh. Ekspertët thonë se nëse vuani nga zhurma në vesh, me patjetër duhet të shkoni tek mjeku për të parë se cilët janë fajtorët për këtë. Probleme me dhëmbët. Tringëllima e veshit mund të ketë lidhje dhe ndonjë problem të mundshëm me dhëmbët ose nofullën. Nëse tringëllima është shfaqur pas një ndërhyrje dentare, duhet të konsultoni edhe menjëherë me dentistin. Lëndimet në kokë. Nëse tringëllima e veshit shfaqet pas një lëndimi të kokës, atëherë kjo mund të jetë një simptom e ndonjë problemi me nofullën, kokën ose qafën. Mirë po duhet të dini se dhe hipertensioni dhe diabeti janë identifikuar gjithashtu si shkaktar të mundshëm. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj. Informacionet në këtë video nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.